Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Zoti hapi dheun mbi valët e stuhishme e të potershme e honet e deteve të fryra, aty ku tallazet shkatronin njëri tjetrin me tërsellim me dallgët e larta, vërsuleshin furishëm mbi njëra tjetrën, shkuma e përplasjeve gufonte sikur derdhej prej bulqive të meshkujve të deteve kur kërkojnë femër, masat e dheut e dobësuan vrullin dhe stuhinë e masave të rrjedhshme, trazira e tyre e zhurmshme u zbutën në shtypjen e gjoksit të tij, e sapo dheu i mbështolli pështjellimet e tyre me brinjet e kraharorit të vet, ato ushtruan fare dhe ndërkohë që dheu pikse e futej drejt thellësive të tyre të stuhishme, furia e shkulmave të tyre paksohej e mposhtej si mposhtet dhe zbutet tërbimi të burgosurit nga prangat e veprës së vet. Kështu i dha fund të dheu krye lartësisë, mendje madhësisë, fodullëkut dhe superioritetit të lëngut e i vuri fre vërshimit të rrjedhjes së tij, dhe kështu ai u ndalua pas asaj stuhie të shfrenuar dhe poteria e tij nuk u dëgjua më.